Përshëndetje, miqtë mi. Mirë se vini në kanalin tim Thea Tarot. Për lexime personale më kontaktoni në Instagram Thea Tarot 2025. Dhe tani do të marrim disa nga mesazhet e orakullit. Na thot orakulli për ditën e sotme. Disa nga mesazhet e orakullit për sot. Ju shumë shpejt do të gjeni shpirtin tuaj binjak. Ju jeni si një pemë jetës, një person i zgjuar, i ditur, që ndriçojnë gjithmonë nga hëna dhe yjet. Jeni një person i fuqishëm, person i zgjuar, një person plot me energji pozitive, një person që keni një mburoj të fortë, që mos futet asnjë energji negative në pjesën e aurave tuaja të trupit. Keni një paqe të brendshme, shpirtërore, dhe jeni një kopshtar i denj i kopshtit tuaj. Ju, në këto oazë të mrekullueshëm, meditoni për mrekullitë që ju ndodhin në jetën tuaj. Këto ishin disa nga mesazhet e orakullit për ditën e sotme. Do të marrim dhe disa mesazhe të yjeve, të diellit dhe të hënës. Dielli. Ashtu si dielli, dashuria e vërtet nuk kërkon shpërblim. Vetëm ndriçon, dielli lind, por zemra ime ndriçon vetëm kur je ti. Në dritën tënde, mësoj çfarë është dashuria. Yjet. Në zemrën tënde ka dritë që se kanë as yjet. Yjet mësojnë durimin për të dashuruar pafund. Jemi bërë nga një flur yjesh, dhe kjo është arsyeja pse të ndjej kaq pranë. Dhe hëna, ti je drita që më ndjek si hëna pa freve. Hëna ka nevojë të flasë, ajo e ndjen dashurinë tonë në heshtje. Dashuria jonë është një poem që hëna e lexon natën, rreze pas rrezeje. Këto ishin disa nga mesazhet e yjeve, të diellit dhe të hënës. Faleminderit shumë, miqtë e mi.